Një takim ku bëhet prezantimi rreth bursës së mobilitetit para studentëve përfitues, ku pjesëmarrës pra do të jenë edhe kryeministri në detyrë Kurti dhe ministri në detyrë Murati. Pra, po shkojmë pamje, nga tjem ne këtu ju përshëndesim gjithë mirat ju bashkë. Dhe jemi angazhuar që të realizohet, megjithse kishte qenë pra si premtim që të bëhej gjatë mandatit të ardhshëm, jemi munduar që të gjejmë hapësirën fiskale pra që të fillojmë realizimin që nga ky vit akademik. Dhe kësaj, ju jeni ndër përfituesit e parë pra, andaj ju përgëzoj, urime dhe suksese edhe në studimet e juaja. Unë nuk do ta kisha zgjatur më shumë dhe po ja kaloj me njëherë fjalën kryeministrit, i cili gjithashtu pra po besoj është më së i kënaqur që po fillojmë me këtë masë për mbështetjen e gjeneratave të ardhshme, pra të ardhmes së vendit tonë. Faleminderit. Faleminderit Ministre Kur'an, të dashur studentë dhe studentë. Është kënaqësi që jam sonte sot këtu bashkë me juve dhe që e kemi këtë moment kaq të rëndësishëm për rrugtimin tuaj akademik dhe profesional. Nuk jemi duke folur vetëm për një skemë mbështetëse financiare, por edhe për një vizion më të gjerë, atë për një republikë ku arsimi është i qasshëm, i drejtë dhe i barabartë për të gjithë. Tash me bursën e mobilitetit për studentët, qeveria jonë po adreson një sfidë reale me të cilën janë përballur shumë studentë ndër vite. E kjo është kostoja e udhëtimit drejt universitetit. Kjo skemë është e bazuar në nevojën dhe e dizajnuar mbi parimin e drejtësisë sociale, sepse ne besojmë që distanca gjeografike dhe gjendja ekonomike nuk do të duhet të jenë pengesë për arsimin cilësor. E dim që shumë familje, shpenzimet e përditshme të transportit i kanë barë të rëndë. Prandaj edhe kjo bursë nuk është veç se përkrahje financiare, është mesazh i qartë se shteti është në anën tuaj dhe se investimi në arsim është investim në të ardhmen e Kosovës. Por kjo nuk është masa e vetme, siç besoj dini të gjithë. Vetëm këtë vit qeveria ka mbështetur studentët edhe me 100 euro për krahje të njëhershme për fillimin e vitit akademik, pra në vjeshtën si vjet, për të ndihmuar me përballimin e shpenzimeve financiare. Gjithashtu e kemi fuqizuar skemën e bursave STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, meqense Kosova ka nevojë për sa më shumë inxhinierë inovator e programerë të cilët ta çojnë vendin përpara. Një hap tjetër i rëndësishëm që kemi marrë qysh në fillim qeverisjes është arsimi universitar publik pa pagesë, sepse ne besojmë që arsimi i lartë nuk është një privilegj, por një e drejtë. Dhe tashmë janë afër 200.000 studentë që kanë përfituar nga kjo situatë, në të cilën edhe për bachelor, edhe për master studimet janë falas, pra ka një pagesë vetëm për doktoraturën. Të dashur studente, ju jeni pasuria më e madhe e këtij viti edhe e këtij vendi. Investimi në ju është investim në zhvillim ekonomik, në drejtësi sociale dhe në shoqëri më të barabartë. Pikërisht, gjendja juaj tregon se çfarë do të jetë ardhmja e vendit tonë. Nga ana jonë, angazhimi ynë mbetet i qartë, të ndërtojmë politika të cilat ju mbështesin, ju fuqizojnë dhe ju japin mundësi reale për sukses. Edhe kur unë kemi qenë dikur student, kjo nuk do thotë që jemi nostalgjik, po edhe nuk do të thotë që nuk jemi nostalgjik. Me fjalë tjera, është rëndësishme që studiojmë gjatë tërë jetës, por vitet vendimtare janë pikërisht atëherë kur studimet i bëjnë studentët. Dhe ne dëshirojmë me krejt çka dim e mundemi t'ju ndihmojmë. Që përkrahim në mënyrë që kur ta merrni diplomën e universitetit të jeni sa më të përgatitur, jo vetëm për vendin tonë, por edhe për konkurrencën që kemi me vendet e tjera, me korporatat botërore, në një treg gjithnjë e më të integruar të dijeve, të përvojave, të ideve, të mollrave e të shërbimeve. Presim për kushtim, punë dhe besim në veten tuaj. Kosova ka nevojë për dijen, energjinë dhe vizionin tuaj. Gjatë këtij mandati qeverisës i kemi ndarë dikund afër 18.000 bursa në një buxhet të gjithëmbarshëm prej rreth 20 milion euro dhe në vijim do ta dyfishojmë buxhetin për bursa. Nuk ka kategori shoqërore
e cila mund të tregoj se ka po shkon zhvillimi socio-ekonomik e kulturor i një vendi, sikurse ajo e studentëve të universitetit. Andaj uroj sukses në studime dhe rrugtim të mbar akademik. Qeveria do të vazhdoj të qëndroj për herë edhe kudo pranë jush. Faleminderit. Ndërkaq pjesa tjetër është paraportë që të vazhdoj pa media. Faleminderit edhe njëherë mediave për kushtimin dhe angazhimin e juaj dhe për pranimin tuaj sot këtu. Faleminderit shumë.